Ndodh që dikush mund ta bëjë një gabim. Ndodh që dikush mund ta bëjë një mëkat. E more vesh. Vlla im, motra ime. Mundohu ta mbulosh tjetrin. Mundohu që mos e përhapësh mëkatin e tij. Mos e bësh atë me turp para të tjerëve. Ai gaboj, mëkatoi. Zoti e falt. Allahu ja mundsoft të udhëzohet e drejtohet. Shpreso që Zoti i gjithësisë një ditë të mbuloj edhe ty mëkatet që mund të kesh bërë. Gjithë ne mund të gabojmë, gjithë ne mund të mëkatojmë. Dhe të gjithë kemi nevojë që Zoti i gjithësisë na mbulojë e të na falë ditën e gjykimit. Profeti alayhis salam thot në një hadith që transmetohet tek Sahihu i Muslimit: La yasturu abdun abden fi dunya, nuk e mbulon një robin tjetër në dynja, vetëm se e mbulon ato Allahu ditën e gjykimit. Të gjithë kemi nevojë që Zoti i gjithësisë na mbulojë e të na falë ditën e gjykimit. Prandaj, mundohu që të metat e tjetrit mos i përhapësh tek të tjerët. Zoti ju rujt.